Në prag të sezonit turistik të këtij viti, në kulmin e fushatës elektorale, Vlorës i përdhoset nga papërgjegjësia qytetare, një nga simbolikat e saj. Sheshi i Flamurit vijon të shërohet në një nga zonat që po ndotet masivisht. Një investim i përfunduar vetëm pak kohë më parë është kthyer tashmë shumë shpejt në një situatë vërtet shqetësuese. Një paralajmërim i bërë edhe më parë nga televizioni 6+ i Vlora, por që duket se situata tashmë është bërë edhe më serioze, kjo për shkak të mosmarrjes së masave nga institucionet. Policia bashkiake duhet të ndërhyjë të evidentojë personat të cilët po ndotin e dëmtojnë këtë territor, duke i kthyer atë në një tualet të madh publik. Qytetarët shprehen të shqetësuar për këtë situatë, ndërsa kërkojnë marrjen e masave. Është shumë problem orti djale, jo është problem, po edhe njerëzit punsojnë edhe pastërtia rri. Se bëj gjithandej, vetëm atje lart nuk është bërë të flas harbuqe unë. Është shumë e turp për me bile. Ku i shpjen ato para që marrën? Ku i shpjen? Ku i shpjen taksat e mia ai që paguaj unë, muaj për muaj? Po kaq se mundi sa kolera i ka zënë të terë. Ja kështu. Po duhet të flasë me ata qeveritarët e mëdhenj që janë bërë me dy koka. Ja kështu e djale. Shumë mungesës dhe duhet të përpiqet ata që janë të organizuar të partive, çdo parti qoftë për neve, për të në rregullojnë tualetet, që dhe ne të jetojmë si njerëz këtu ku jemi. Është shumë problem. Problem që nuk kalon dot vazhdet do të bëjë. Dëgjoj, unë situatën është e tërë të herë katërta, edhe kanë marrë shënimet, i kanë për ta bërë, nuk kanë ardhur. E vërteta, kanë ardhur, jo se kanë ardhur. Do flasim, që është problem, është shumë problem. Se sheshi i Flamurit nuk mbahet me barë me nderme. Ne kemi gjelur kështu, ku do veni të vendi Shurrës. Se thoshë, ku do veni të sheshi i Flamurit, thoshë ne. Tash do veni të vendi Shurrës. S'ka më sheshi i Flamurit. Aty është vetëm problem që u rrit te spitali dhe atje vinë era, që nga aty te spitali atje vinë era. Turista vinë, ver shikojnë, ver kastile po nuk vjen, po ne s'dim gjë. Është problem kjo? Shumë problem. Shumë problem. Turistët vendase të huaj çdo ditë më shumë po e vizitojnë sheshin e Flamurit, veçanërisht gjatë këtyre ditëve, por fatkeqësisht ndeshen me këtë situatë, as pak normale, të ndotjes masive të një prej krenarive të kombit ton në një zonë historike e me vlera për çdo shqiptar. Ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës duhet të pastrojnë këtë territor, ndërsa policia bashkiake me patrullime të shpeshta apo edhe me një pikë stacionale në sheshin e Flamurit për të parandaluar këtë masakër që nuk është vetëm mjedisore.